Qytetar të Vlorës, sidomos ju të lumit të Vlorës, do doja të mbështesja lëvizjen Eko Albania për këtë frym që mban gjallë, po mbi gjitha do doja të mbështesja ju që mbani pishtari ndezur, sepse fjalë të bukura do ta them në fund, mund të them gjithë, edhe unë jam një nga ta. Po do kalojmë se s'bën ke veprimi, që është sa 1 milion fjalë të bukura, sikunde dhe i piktur flet sa 1 milion libra. Po para se të vike fjala e fundit, do doja të kujtoja, jetoni dhe banoni në 1 nga 4 luginat më të shenjta në botë, si që është Lumi Vlorës, si që është Butrindi, si që është Thethi dhe Tomor Berati. Për shkak të historisë së të parëve tuaje dhe tanë që flenë në këmbët tona. Kjo është çështje historike. Vim ke drejta më e madhe që ka çdo qytetar, ku deputeti Bujar Leska ndotoi fjalimin më të bukur në mbrojtje tuaj, apo të vetes, apo të luginës, ndërkohë që ju anklojni se dikush nuk beri, kur e kene këtu pranë, burin tuaj, për t'i thënë, bile mund qish në konfidencë, po e them, të më falni zoti Lesaj, ta kapësh, profesor, ta kapësh për gryke, t'i japësh fjallën këto 2 muaj zjere, 1 muaj sa ka ngelur, ta mbash të fjallë, se do të nxjerrin për letë ka pas 2 muajsh, sepse ka ardhur Romaku i parë, ka ardhur Veneciani i dytë, ka ardhur Turk Osmani i tretë, ka ardhur Serbi dhe Greku i 4 i 5, erdhi dhe komunizmi, erdhi dhe transicioni, askush nuk vuri dorë mbi të drejtën universale që do të thotë që mbi një lum, mbi një lugin, ndërtohet jeta e familjeve ku e ka llogaritur pa shkencë, që thotë dikush sa zanguj, qa lesh sa zanguj. Pa shkencë, banori e llogarit se ky lum mban kaq fshata 87, mban kaq dele, mban kaq blek, mban kaq blektori, mban kaq rrejnë në të, mban kaq pusën në toksor, dhe edhe inxhinierat që turp ta kendi, uj shkon kot në det, dhe e përdor inxhinieri konsulton kryeministrin, këtë mortje të madh. E konsulton dhe thot që uj shkon kot në det, kur uj bën 1000 detyra, e kemi thënë këtu dhe me Eko Albania dhe me tjerë, bën 1000 detyra pa shkuar në det. Edhe atje ku shkon kot të duket, bën një kënet, edhe këneta është 5 herë më rentabël se një pull, dhe pulli është 5 herë më rentabël se sa një fush me grur. Imagjinoni që këneta që shu i lumit. Vim ke kjo që ka menduar që më erdhi nga një senator amerikan, që Bill Gates të gjithë tim të pasur, me çfarë u bën? Me naftë? Jo! U bën me farmaci, oligark, që kam diskutuar me deputetin Leski. Sa litra? 300 litra marrin ata. Po ta gjasin, 11 litra në sekond. Po ky 5. Pra nuk ka rëndësi popull. Sa litra me ai është aksioner kryesor dhe ai fiton të drejtën e ujit. Dhe ku me erdhi një grup biznesmenësh, profesor, e numruan 6.000 euro, 12 që daluan këtë rjeta, edhe tha, ne do japim uj dhe lavatrice grabovës së sipërme, ku marim telu me enjë. Pra i thash, ti je kuqedra, ti fiton të drejtën e ujit, që ti ja u jetë të drejtën e ujit, o të uruar. O ju, shqiptar të Vlorës, që prindi tuaj, gjyshi tuaj, kanë luftuar për vatan. Gjo më thënë vatan, toka e atrëve, se është fjalla atë në mes, votër, është fjalla atë në mes, po toka është tokë dhe uj, qa kuptim ka toka i qofë që ti s'ke uj? Pra në këtë kuptim, që sot e ta profesor Ziljet, protest të dhusht, kur a i nuk po vjen me pajqë mor, të oruar, a i vjen me dhunë, ta merë me dhunë, ti si përgjigje, qa kjeti më dhe, nga ta si ma dhe këte u përmen, po me dhunë dhe, me tru, deputeti,
Me tu, po ta quaj vetëm profesor, me hu, ju, do kohën do të vi me tru dhe me hu. A dhe ngribi, të ngrem qadra si teatri, a dhe të flem këtu, zhjit një burat, po mbi gjitha do e ngatë. Si ati e ke Viktori gojë në të treshin, gavroshin me nenat, ju jepte, apo nenat dhe dheri, që jepni burë, ushim, luft, anë, fishek. Nuk them fishek, se fishek sot është mendja, argument, e gjyq. Prandaj dashur qytetare mbylla, sot është koha për veprim, për aksion, për zjarr.